الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد. Të nderuar besimtarë, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot po fillojmë në hadithin e radhës, është hadithi 10 në radhën 4 të hadithet e Imam Nevaviut, rahimahullahu ta'ala, i cili ka përmbledhur në librin e tij të mirënjohur 40 hadithet e Imam Nevaviut. Hadithet e dashur vëllezër jashtëzakonisht të rëndësishme, secili hadith më e rëndësishëm se tjetri, për nga përmbajtja e kuptimit, mesazhet, rregullat e mëdha që i përmbledhin. Lusim Allahun azza wa jalla që na jep sinqeritet në vërtetë në atyre të cilët thonë ata që është e mirë dhe pasojnë atë. Allah i boftë me xhliset e dobishme të sinqerta që përfitojmë për tyre në këtë botë me praktikim të mësimeve të tyre, por përfitojmë edhe për shpërblimit të madh që ka pjesëmarrje në mëxhliset e dijes. Njëri ndër ibadetet është më të rëndësishme, në veçanti në kohën e sotit, në kohën e shpërqendrimit, e largimit, e dyshimeve, devijimeve, fitneve. Një për ibadetet më të rëndësishme për ruajtjen e besimtarit është padyshim pjesëmarrja në ligjërata ose mësimi i fesë dhe forcimi i dijes për fenë dhe forcimi i njohurive, ngritja e njohurive rreth fesë, sepse dashur dynjoja është hapshëm. Dynjoja është hapshëm të ndryshuar jetën më të madhe. Edhe mundësia për me deviju është e madhe padyshim, po edhe mundësia për me ra në haram është shumë e madhe. Andaj këto mëdhërisë dashur vëllezër janë prej në shkaqe me Allah azza wa jalla që besimtarit i ndihmojnë me rujtë fenë e tij. Sahabët dashur vëllezër kur kanë përmend disa prej dëshirave të tyre, thuhet për Ibn Omerin, thuhet për sahabët e tjerë që para se me vdek ka thonë kisha pas dëshirë me jetu më gjatë në stënë të vdekjes, për ka momenti për me vdekje dhe për shesh për dhe me dorë prej kësoj dynjaje, thot nuk po kam ose s'po mjetë marak me jetu më gjatë për kur gjau vetëm për 3 gjava. Pra kisha pas qef hala me jetu vetëm për këto 3 vepra. Ka thonë për ato ditë të nxehta të verës të gjata me ja xheru, sepse shpërblimi është shumë i madh. Për ato net të gjata të dimrit mu fal namazin natë, sepse mundësia është shumë e madhe, mu qume mu fal gjatë. Dhe thot për me marrë pjesë në tubime me xhliset e dijes, subhanallah. Ibadet i madh, i rëndësishëm shumë, i nevojshëm shumë, shpërblimi i madh, por besimtarët nuk janë të dishëm sa duhet. Andaj janë pak është numri pak të besimtarëve që ju kushtojnë rëndësi këtyre respektivisht mëxhliseve të dijes gjithandaj, nuk është qëllimi i këtij dersi, po në përgjithësi. Dhe po mjaftohen me një pjesë e madhe, po mjaftohen me TikTokun, që ato ne fjallë me morë TikTok, dhe me mundu me kuptu fenë, respektivisht me mojt fenë me këshillat të shkurta, cilat dorë në zemër, janë të dobishme, janë të rëndësishme, ndihmojnë besimtarët, e stimulojnë, nxisin, ka pak edhe apo ku disa gjana mirë, po dashur vëllezër, feja është shumë e rëndësishme, shumë e rëndë, shumë me komplikume që më mësu dhe më kuptu prej disa shkëputjeve shumë të shkurtëra. Si dhe shumë vëllezër, është kjo hadith jashtëzakonisht i madh, i rëndësishëm, cilin e transmeton po ashtu Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu. Dashur vëllezër, për shkak të rëndësisë së këtyre haditheve dhe
kuptimit të madh që kanë tyra lidhëve kam cekë edhe në fillim, se ky libër është prej librave që më shumë të mësohet përmend pas Kuranit. Prej librave që më shumë të mësohet përmend pas Kuranit është libri 40 hadithe të Imam Nevawi. Pra në plot kurset të dijes në vendet edhe të ne pak më rralla, në pak për shkak edhe të gjuhës, po në vendet arabe, në vendet ku ka më tepër mësime dhe ligjërata, po dhe fakultetet fesë, edhe institute, atje ky libër është librave themeltar dhe bazik që ju jepet nxënësa në fillim të dijes ose fillim të marrjes së dijes në mësu përmendsh. Në mësu përmendsh nga se është përplot me rregulla. Përplot me rregulla, plot mësime. Ndaj të gjithë shkëzë se çka thot profeti alayhi salatu wasalam në këtë hadith të madh. Hadithi 10 e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë i dërguari i Allahut paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Vërtet, Allahu është i mirë dhe i pranon vetëm veprat e mira. Vërtet, Allahu është i mirë dhe i pranon vetëm veprat e mira ose nuk i pranon vetëm veprat e mira. Pra nuk pranon veprat tjera nëse ato nuk janë të mira, wala yaqbalu illa tayyiba, dhe pranon vetëm se të mira. Wa inna Allaha, dhe vërtet Allahu amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, subhanallah. Dhe Allahu i ka urdhëruar besimtarët me ato çka i ka urdhëruar profetët. Çfarë privilegji! Allahu i ka urdhëruar besimtarët me ato çka i ka urdhëruar profetët. Subhanallah. Si ka dallu detyrat, obligimet, kërkesat që ka bë profetë o ka bë dhe besimtarëve. Kjo është privilegj. Faqala ta'ala ya ayyuha ar-rusul, pastaj vazhdon hadithi dhe i citon dy ajete për me dëshmu që të fjallën që po thot për e selam se Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar profetët. Faqal, dhe e cek një ajet kanur të Allahu ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. O jo të dërguar. Kjo është urdhri që i ka urdhëruar pejgamberët. Ja ayyuha ar-rusul, o ju të dërguar, kulu min at-tayyibat. Hani prej gjërave të mira, halal. Halal. Qëllimi është hani halal. Hani prej halalit, ushqenu me halal. Kjo është urdhri që Allahu azza wa jalla ka bërë profetëve. Wa'malu salihan, dhe punoni vepra të mira. Subhanallah. Kanë dhënë disa dietarë mësime interesante për këtë hadith, i sqarojmë pastaj më vonë. Dhe وقال dhe ka përmend pastaj për selam një hadith, një ajet tjetër, që Allahu azza i urdhëron besimtarët me të njëjtin urdhë që i urdhëroi profetët. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besuar, më herë tha o ju të dërguar, hani prej të mirave, prej halalit. Tash po thot o ju që keni besuar, kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besuar, hani prej gjërave të mira me të cilat ju kemi furnizuar. Është për qëllim me ushqim halal. Hanit me halal, ushqehuni me halal. Mos pranani vetëm se me halal ushqy. Dhe mos pranani me dërgu në shtete me ushqy fëmijët dhe familjen vetëm se me halal. A është që ka që rëndësishëm?
Pse është ka që nësishëm e sharën hadithin në të tjera shë lëzër besimtar. Thumë me dhekër rëgjule. Pastaj po thëtë e Buhurejra, masi i lexoj këtë dy ajete. Thumë me dhekër rëgjule, pastaj e përmendi një burë. Yutilu safar, i cili që një kohë gjatë është në udhtim. Ato dietarët është për qëllim, është dalë në udhtim në ibadet. Është ku në haz, është ku në xihad, është ku me kërku dije, pra udhtim që kërkon kohë. Është për qëllim udhtimet që kërkojnë kohë, kërkojnë mund, kërkojnë sakrifisë, kërkojnë lodhje. Pra ma shumë se sa udhtimi me orë deri në xhami. Edhe kjo është një farë lëvizje, dole mirë, po jo këtu po përmend si shembull diçka halal më të madhështore. Po ne sjell një shembull ndikimin e të ushqyerit halal në jetën e besimtarit dhe në ibadetin e tij. Thumë dhekara rajul. Pastaj e përmendin një person, yutilu safar, i cili që një kohë të gjatë është në udhtim. Pra, ose kanë thënë dietar, ose është për qëllim ai i cili ka shku në luftë, ose ai që ka shku në haxh, që atëherë s'ka dyshim se haxhi ka dashur kohë një kohë. Edhe sot është hala për udhtimeve më të vështira ndoshta, por megjithatë është lehtësuar krahasim me kohën e të parëve tonë, të cilët kur janë shkuar në haxh i kanë bërë 2 muaj, i kanë bërë 3 muaj dashur me shkuar në ky haxh. Ose udhëtimi për kërkimin e dijes. Studentat kërkues të dijes udhëtojnë dashur me vite të tona. Me vite të tona shkojnë në studime. Në botën arabe, në botën islame, 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, 4 vjet, 10 vjet, dikush edhe më gjatë, dikush edhe më shkurt. Yutilu safar. Esh'atha akbar, subhanallah, përveç që është një kohë gjatë në udhtim, esh'atha akbar, flok prishur, subhanallah, pro aq moti është dalë në udhtim, atë shumë ka qëndru në udhtim. Dhe atë shumë është përkushtu, sa që edhe flokët ju kanë rritë e u bo pa krej, akbar është dhe është pluhnusur. Ka të zënë për ndikimin e madh që e ka pas udhtimin edhe në dukjen e tij. Në pamjen e tij, flok prishur, i ka rritë flokët, i kanë qareve, shëshojnë të nga populli, flokët akbar edhe i pluhnusur, e kjo një pamje e tij deri dikun ka qenë edhe në gjatë haxhit, haxhilerët për shkak të edhe të obligimeve të ihramit, që s'kan të drejtë fort mund ndrejtë që mu rregullohe, mu krehe, mu sepse ihrami i ka detyrat e veta, edhe për shkak të qëndrimit në Arafat, e në Mina, e në Muzdalife, duhet më ullë në plohën, duhet më jesë në për plohën, pra esh'atha akbar, është një udhtim haxhi që ka Xhafar i përshtatët e këtij hadithi. Esh'atha akbar. Është ka xhamati u dal për hir të Allahut. Në udhtim është flok prishur, i pluhrosur, rafa'a yadayhi ila as-samaa, dhe subhanallah dhe i ngrit duart drejt qiellit. I ngrit duart. Rafa'a është me ngrit, koqë është me ngrit duart. Dhe çka bën ky? Subhanallah. Edhe bën dua duke thirr Allahu në emrin e tij që kur thirr me atë emër Allah i përgjigjet. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Se i ka përmendur shpazër krejtë që të cilësi ka di. U dole dhe të një badet. Ko gjamati, i lodhën, i raskapitën, i pluhnosën, një badet. I ka ngrit duar të artë dhe me za, o zët, ma pranat, o Zot, me fal, o Zot, ma bën këto. Pi kërkon Allah, pi bën lutje. Krejt këto janë elemente që doja çka më pranon. Por pjesa e fundit aty dashur është shumë e rrezikshme.
e që ndërlidhet pastaj me fillimin e hadithit. Allahu është i mirë, s'pranon vetëm të mirën. Allahu i ka urdhëruar besimtarët me ato që i ka urdhëruar profetët. Ju ka thonë profetët, o ju të dërguar, hani prej halalit. Dhe ju ka thonë, o ju besimtar, hani prej halalit që ju kemi furnizu. Pastaj, e sjell një shembull të një besimtari që del në udhëtim të gjatë, i pluhnosur, i lodhur, i ngrit duart lart dhe lutet kaq shumë, duke lut Allahun me emrat e tij në veçanti me emrin e tij që lidhet me rububien, me njërën prej cilësive më të madhe të Allahut Azza wa Jall, pra krijimtarisë së tij. Mirë po koni dhe fejta që të zërë, thëtë profeti alayhi salam, wa mat'amuhu haram, por ushqimi i tij është haram. Pra i këtij personit që ka dalë në udhëtim, që ka marrë këtë rrugën e ibadet, ushqimin e ka haram, wa mashrabuhu haram, dhe pija e tij është haram, wa ghudhiya bil haram, dhe është ushqy, është rrit, ka më ditar të ka tash për qëllimin që edhe kjo e vogël kur ka qenë, është rrit me haram. Pra zbabën se ka pas të këtë shumë. Fa anna yustajabu lah, e qysh një përgjegje Allahu s'ka mundësi. Kjo është në ditë tashmë të zërbesimtar. I ngriduar, lutet, ja Rab, o Zot, o Zot, o Zot, o Zot, që me po kështu, i merr lakmi. Lohon, i lodhur, durt, i ka ngrit larë, bundo, lutet forte, i merr lakmi, o, të shakun me filoni. O mat'amuhu haram, o malbasuhu haram, o ghudhiya bil haram, ushqimin haram, pijen që e pen haram, o ghudhiya bil haram, dhe është rrit, është ushqy, edhe në kaluarën bil haram me haram, fa anna yustajabu lahu, e qysh ju përgjegjet, qysh i pranohet lutja ti, respektivisht Allahu nuk e pranon lutjet, ibadetet këtij personi. Allahu na rutja Rabbul Alamin, na transmeton muslimit të dashur vëllezër të hadith e madh. Pozita e këtij hadithi është jashtëzakonisht e lartë. Thotë Imam Nawawi rahimahullahu taala, ky hadith është njëri prej haditheve bazë të Islamit. Është njëri prej haditheve bazike të Islamit, mbi të cilin ndërtohen edhe shumë dispozita. E para, Allahu është i pastër, i mirë, i pastër nga çdo gjë e keqe, e dopt, e li, kur gjë çka nuk është e mirë nuk i atribuohet Allahut. Pastaj rregulla tjera, la yaqbalu illa tayyiba, nuk pranon vetëm së të mirën, e kështu me radhë. Pra ky hadith është hadith bazik, ose për haditheve bazë mbi të cilat është ngrit feja, ose shumë dispozita të fesë. Po ashtu thot njëri prej dietarëve, wa'lam anna hadha al-hadith 'azim an-naf', dije se ky hadith ka dobi të shumta. Dhe ky hadith thot përmban rregullat e pranimit të duas, respektivisht të ibadetit, dhe po ashtu përmend disa pengesa të mospranimit të lutjes, duas, respektivisht të ibadetit. Dërëzë, sot ka shumë ibadet, ka shumë adhurim, ka shumë namazli, ka shumë haxhiler, ka shumë që po japin, po edhe ka shumë që po fitojnë haram. Po klasë të besimtarëve. E Allah po të tregon që të Zoti nuk pranohen veprat gjithçysh. As prej secilit.
dhe se cilit. Allahu është i mirë dhe nuk pranon vetëm gjonat e pastra, të mira. Shumë kohë, xhamia të plot. Mashallah, haxhi lirë plot. Namaznate, mashallah. Po ka defekte. Ka defekte pastaj, sepse të rëzër edhe mashtrem ka shumë, edhe dërvëvere ka shumë, edhe fitim për informave të ndaluara ka shumë. Na jene nëllë sa përqen musliman? Sa jene? 94-95, zyrtarisht. Asë një bankë islame se kemi. A që është të? Biznesmena, mashallah. Trektor, mashallah. Firmosh, mashallah. Biznese, mashallah. Pero kemi punu sa dohet dhe si jemi të punu që pasurin me pastru. Dhe dashte s'dashte, dohet me në shkuparet në për bankat që janë të stërmbushura me haram, me kredite, me... Jo të gjitha janë atë të saj mësuesi ai tjetër çka ka faj emër, po du me thonë që s'kemi punu dhe s'jem duke punu sa dohet që porën me pas të paqë. Me pas të paqë të qështë dohet. Alis po flasim se sa përqindje e lartë e popullit është e zhytur në kredit. Është në nërthivoj borxhet e popullit që kanë marrë kredi me komat. Ato janë me komat. S'ka dyshim, se s'tjapin për komat. Është halon me dhimshme kur një pjesë e atyre e konsiderushme, atyre kredive nuk janë për gjonat domosdoshme, po janë për me ndruve të vore, me vlerë një banes, me zgjeru biznesin, me shku në pushime, mu martu me bo një dasën jashtëzakonisht të madhe. Allah, me qka? Me haram? Pëse në biznesin me haram? Për martën djore me haram? Po shko më poshen me haram? Po rritë shpinë me haram? Po jo i dërua. Jo sepse rezikon namazin, rezikon haqin, rezikon zëgjatin, i rezikon lutjet. Kjo ditë është i malë të lashë nësër. Kjo ditë është i malë. Edhe njërë është mirë me shkur, me shkur edhe me aqit veti. Me aqit veti. Ku është ka cilësh, Allahu është i mirë dhe i pranën vetëm veprat e mira. Pra dhe veprat, namazi është i mirë në parim. Ta është të më nëshme thonë, dikush thotë që unë namaz po bëj, po tani namazi i mirë do thotë namazi i sinqer. Haxhi i sinqer, e kështu me radhë. Kush e këtë është lëzër pra kjo djetarë që ka se kjo adit është të madhë, prej cilit dalin shumë rregulla cilat janë të rëndësishme, pranimi i ibadetit dhe respektivisht mos pranimi lutjes dhe ibadetit cilat janë pengesat. Po ashtu thot njëri prej djetarë është Ibn Daqiq al-Eid, një djetarë po ashtu i madhë, kjo hadith, si për që ta është Imam Nevaviu, është prej haditheve bazike të islamit, mbi cilat janë ndërtu shumë rregulla, dispozita të fesë tonë. Wa fihi al-hathu ala infaqi min al-halal. Dhe këtë hadith thot ky dietar po ashtu është një nxitje që me dhon, me kontribu me halal, me punu me halal. Pse? Sepse Allahu nuk e pranon vetëm atë që është e mirë. Rruga Zot, besimtari me shumë dore, me dhonë, e me kontribu, por prej asaj që nuk është e mirë dhe se ka fitu me Allah, problem është. Si pas ti hadithi është problem.
do shënëzër djetarë ka folë për mënyrën e pastrimit të paras me komod. A që këtën ka morë pare, ka fitu pare me fajte me komod. Dhe një qësh pastrohet. Çështja është serioze vëllezër. Çështja është serioze vëllezër. Sepse njëri ka njerë, thëtë, pse mërë gjithë këtë lutje që të bëjë në Ramazan, në 10 e fundit, pjesën e 3 natës, gjithë këtë lutje me një bëhë Allahu, a e po thëtë, jo, lutën e unë një përgjigje. Është i vetëmi ajo që Allah ka thonë, kur të rëmë të mi për lutën, unë përgjigje. Vetëm gjithmonë ka thonë thuaj, kur ata thojnë, thuaj kështu. Vetëm të kjo ajet thot, kur ata të lutën, unë i përgjigje. E ka hi këtë ato thuaj. Ka unë djetore që mënyrë që sa ma me qenë përgjigja sa ma e shpejt. Me gjithë thot, 2-3 milion ke haqës tash. Gjileja në Rafat kanë shku një dikush. Lutje mirë po, përgjigja po vëlluat ose po mënda. E Allah të me pranu po ka diçka ndështa. Mundën me qenë njëra prej të fejteve, është të zërë, kërë sepse nuk jemi shumë kujdesshëm, ose besimtarët përgjithësisë po janë shumë kujdesshëm, se qysh përfitojnë pasurinë. Para ta, Allahu a'lam. Por mendoj se prej arsyeve që të parëve tonë, babalarëve tonë, gjyshat tonë, Allahu ju ka dhënë bereqet. Ju ka dhënë bereqet. Prej arsyeve, sepse në pjesën më të madhe se shumica për tyre, pasunin madhe në kanë pasur, në kanë pasur njës. Me bujësi, me tokë, me njerëz, me punë fizike, ka një edhe punë të rama. E rama në konë, po halal në konë. Edhe ka dhënë Allah i bereqet. Edhe ka në pas familje, edhe ka dhënë fëmi, edhe ka dhënë fëmi të hajt, edhe vlazillat, edhe dashni, edhe rahati, edhe dashni për fejnë. Edhe sot e së dite që ato mësime që i kanë marrë prej aty hoxëllarëve, që ato qysh kanë qenë, që ato t'i marrë. Kurse sot, so ligjeratra, so dersi, so këshilla, ka cilër ngojnë, por pak po t'i ngojnë. Sepse do shmëzër ushqimi i përzirë në haram është pengesë e madhe e ndikimit të ibadetit dhe të pranimit ti. Po është në një repetitore, kur përmen për vlerën të hadithit të madhe që e ka, thot kjo hadith është bazë që nëzit me punu me halal dhe më ujt prej haramit. Dhe më të shëmëzër, keni kujdes fitimin me shka përgoni. Fitimi nuk është një regull në shëmëzër. është një regull e ardhë në fej. El-malu bi bereketihi la bi addedihi wa kathratihi. Malli, pasëria është me bereqetin e ti. Jo me vlerën dhe shumën që ka. Pasënia në islam është si pas bereqetit, jo si pas zerove që ka. Andaj në shë njëri person, familje, me të hyra shumë më dese, por mashallah i ka rritë gjitha. I jetë mirë, kushtet mira, rati, fëmi, i shkollon, dhe shonën tjetër njëri që nuk ja din funin dërshta, por halon hajtë s'ka mos me shku,
halon një cent për Zot se ka dhonë, halon një blok në xhami se ka qitë, halon një pako ushqimore një familje se ka qu. Kjo regull, qaide, në arabisht të thënë regull e orë, mone men, el malu bi bereketihi. Pasuria është me bereqetin, provoret prej bereqetit që e ka. Jo për nga adedihi wa kethretihi, jo për nga vlera sa zërë i ka dhe sa shumë janë. Allahu në fëllëzër të pasuri të Allahut ja Rabbul Alamin, e në rash të reqet dhe në rujt prej haramit ja Rabbul Alamin dhe në pastrof të në bërë atyre që disohemi. Hadithi është shumë malë, është shumë e nëseshëm dhe ka shumë mësime përësi. Inshallah ta'ala do të vazhdojna javën e ardhshme me shpjegimin e fjalëve, mësimeve, kuptimeve të këtij hadithi madhështor. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.